mbrëmja para lindjes ishte shumë më ndryshe nga të gjitha mbrëmjet e tjera që Arben dhe Eliona kishin jetuar. Në ajër ndjehej një lloj tensioni i butë, një përzierje emocionesh të përzierë me frikë, gëzim, lodhje dhe pritje. Qielli ishte i ngrysur dhe një shi i lehtë binte mbi dritaret e apartamentit të tyre të vogël, sikur edhe natyra kishte ndjenjen se diçka e jashtëzakonshme po afrohej. Në dhomën e foshnjës, e cila ishte përgatitur me kujdes për muaj të tërë, gjithçka ishte në vendin e vet. Krevat i vogël druri, një lodër ari në qoshe, një varë muri me emrin që ata kishin zgjedhur, Noel, dhe një llampë nate që jepte një dritë të ngrohtë. Të qetë, gati qetësuese, Eliona ecte ngadalë anë mban dhomës së gjumit duke mbajtur barkun, duke ndjerë çdo lëvizje të foshnjës brenda saj. Asaj i dukej sikur ai vogëlushi po trokiste nga brenda, si për t'i thënë se ishte gati të dilte në boll. Ajo e dinte që kjo ditë do të vinte, por askush nuk të përgatit për momentin kur kupton se jeta jote do të ndryshojë përgjithmonë. Të gjitha emocionet që ajo kishte shtypur për muaj me radhë shpërthyen papritur në një ndjenjë të madhe trishtimi, gëzimi dhe ankthi. Ajo ul në buzë të shtratit dhe qau e qetë, duke mbajtur barkun me të dyja duart, Arbeni, i cili po vendoste rrobat e spitalit në një çantë. E dëgjoi dhe ju afrua ngadalë. Pa folur fare, i mori duart dhe i puthi ballin. "Është normale, Eli. Është natë e madhe", i tha me një buzëqeshje të lodhur por të sinqertë. Ajo ngriti kokën, e fshy lotin me shpejtësi dhe u përpoq të qeshte, "Po. Thjesht. Jam e frikësuar." "Edhe unë", pranoi ai. "Por doja dalim. Do ta takojmë më në fund." Në ato momente që duken të zakonshme, por në të vërtetë janë të jashtëzakonshme, ata të dy ndjen një lidhje më të fortë se kurrë. Asnjëri nuk e dinte se surpriza më e madhe e jetës së tyre po priste vetëm pak orë larg. Në orën 02:57 të mëngjesit, Eliona nisi dhimbjet e mëdha të lindjes. Dhoma që deri pak orë më parë mbante atmosferën e një pritjeje të qetë, u mbush me nxitim, frymëmarrje të shpejta, emocione të paparashikueshme dhe një panik që përzihej me shpresë. Arbeni vrapoi për të marrë çantën. Duart i dridheshin aq shumë sa mezi e mbylli zinxhirin e saj. "Eli, gati? Hajde, shkojmë." Shiu ishte shtuar jashtë ndërsa ata nxituan drejt makinës. Rrugët ishin pothuajse bosh, vetëm ndonjë makinë sporadike e kalonte rrugën duke lënë një vijë drite në errësirë. Arbeni voziste me kujdes por me shpejtësi të mjaftueshme sa të mos humbnin asnjë sekondë. Eliona mbante barkun, mezi merrte frymë, por gjithsesi në çdo pauzë midis dhimbjeve. Ajo mendonte me emocion për momentin që po afrohej. Do e shoh. Më në fund, në spital, korridoret ishin të qeta dhe të ftohta. Aroma karakteristike e dezinfektimit mbante ajrin të pastër, por njëkohësisht më të rënë. Infermierët morën situatën në dorë menjëherë. Eliona ushtri në sallën e lindjes, ndërsa Arbeni ju bashkua vetëm pak minuta më vonë, i veshur me rroba sterile, me zemër që i rrite fort, më fort se kurrë në jetën e tij. Ora 04:27, momenti i lindjes. Pas orësh të tëra dhimbjesh, frymëmarrjes së shpejtë, mbështetjes, fjalëve të mira dhe frikës së padukshme, dëgjohet qara e një fëmije. Një zë i fortë, i qartë, i gjallë. Një zë që i ngriti të gjithë në këmbë. Arbeni e ndjeu zemrën t'i hidhej lart, por edhe t'i ngrihej në fyt njëkohësisht. Një emocion primal, i pastër, i pakontrollueshëm, por në momentin kur infermierja e mori foshnjën dhe e ngriti, ajo heshti për një çast. Mjeku e pa. Edhe ai heshti. Dhe ajo pauzë, sa e vogël aq edhe e pakuptueshme, u duk si orë të tëra për dy prindërit që prisnin të dëgjonin vetëm një fjalë të thjeshtë: "Foshnja është mirë." Infermierja u kthye nga mjeku, sikur kërkonte konfirmim për atë që po shihte. Foshnja ishte e shëndetshme, por kishte lëkurë të errët. Shumë më të errët se çdo rast që kishin parë më parë te një çift shqiptar me të dy prindërit me lëkurë të bardhë. Ngjyra ishte e bukur, e thellë, e ngrohtë, e qartë, por plotësisht e papritur. Arbeni ngriti vetullat, hapës gojën, por nuk arriti të thoshte asnjë fjalë. Eliona qëndroi e heshtur, sikur koha ishte ngrirë, sikur çdo tingull ishte fshirë nga realiteti. Ajo ndjeu një therrje në kraharor, një dyshim të tmerrshëm, një pyetje që nuk mund ta thoshte me zë, as para vetes, as para askujt. Doktori e thyen heshtjen me një zë të qetë: "Arben. Eliona. Fëmia juaj është i shëndetshëm. Shumë i shëndetshëm. Por ka një veçori që duhet t'ua shpjegojmë." Këto fjalë sollën edhe më shumë tension. Arbeni bëri një hap më afër.
Eliona nisi të merrte frymë më shpejt. Fëmia ka lëkurë të errët. Dhe kjo është normale. Mund të jetë gjenetik e fshehur. Mund të jetë një mozaicizëm gjenetik. Është e rrallë, por e mundshme. Eliona e hapi gojën të thoshte diçka, por zëri nuk i doli. Lëkura e foshnjës ishte e butë, e errët, krejt ndryshe nga e tyre. Por ai ishte i tyre. I gjakut të tyre. I historisë së tyre, mjeku i vuri foshnjën në gjoks. Dhe pikërisht në atë moment, Eliona filloi të qante. Dukshëm, fuqishëm, pa e kontrolluar, është i imi. Është i yni, Arbeni u afrua, vendosi dorën mbi kokën e vogël të foshnjës dhe ndiu ngrohtësinë e tij. Po, ishte real. Ishte aty. Një mrekulli që askush nuk e kishte parashikuar. Në atë çast, të gjitha dyshimet, frika, pyetjet u zhdukën. Ajo që mbeti ishte vetëm një ndjenjë e madhe dashurie, një foshnjë që shfaqte gjenet e fjetura të një historie të lashtë që asnjëri prej tyre nuk e dinte se e mbante brenda trupit të vet, një histori që po fillonte vetëm atë natë. Mbrëmja para lindjes ishte shumë më ndryshe nga të gjitha mbrëmjet e tjera që Arben dhe Eliona kishin jetuar. Në ajër ndjehej një lloj tensioni i butë, një përzierje emocionesh të përziera me frikë, gëzim, lodhje dhe pritje. Qielli ishte i ngrysur dhe një shi i lehtë binte mbi dritaret e apartamentit të tyre të vogël, sikur edhe natyra kishte ndjenjen se diçka e jashtëzakonshme po afrohej. Në dhomën e foshnjës, e cila ishte përgatitur me kujdes për muaj të tërë, gjithçka ishte në vendin e vet, krevat i vogël druri, një lodër ari në qoshe, një varë muri me emrin që ata kishin zgjedhur, Noel, dhe një llampë nate që jepte një dritë të ngrohtë, të qetë, gati qetësuese. Eliona ecte ngadalë anë mban dhomës së gjumit duke mbajtur barkun, duke ndjerë çdo lëvizje të foshnjës brenda saj. Asaj i dukej sikur ai vogëlushi po trokiste nga brenda, si për t'i thënë se ishte gati të dilte në bollë. Ajo e dinte që kjo ditë do të vinte, por askush nuk të përgatit për momentin kur kupton se jeta jote do të ndryshojë përgjithmonë. Të gjitha emocionet që ajo kishte shtypur për muaj me radhë shpërthyen papritur në një ndjenjë të madhe trishtimi, gëzimi dhe ankthi. Ajo ul në buzë të shtratit dhe qau e qetë, duke mbajtur barkun me të dyja duart. Arbeni, i cili po vendoste rrobat e spitalit në një çantë, e dëgjoi dhe iu afrua ngadalë. Pa folur fare, i mori duart dhe i puthi ballin. Është normale, Eli. Është natë e madhe, i tha me një buzëqeshje të lodhur por të sinqertë. Ajo ngriti kokën, e fshy lotin me shpejtësi dhe u përpoq të qeshte, po. Thjesht. Jam e frikësuar. Edhe unë, pranoi ai. Por doja dalim. Do ta takojmë më në fund. Në ato momente që duken të zakonshme. Por në të vërtetë janë të jashtëzakonshme, ata të dy ndjen një lidhje më të fortë se kurrë. Asnjëri nuk e dinte se surpriza më e madhe e jetës së tyre po priste vetëm pak orë larg. Në orën 02:57 të mëngjesit, Eliona nisi dhimbjet e mëdha të lindjes. Dhoma që deri pak orë më parë mbante atmosferën e një pritjeje të qetë, u mbush me nxitim, frymëmarrje të shpejta, emocione të paparashikueshme dhe një panik që përzihej me shpresë. Arbeni vrapoi për të marrë çantën. Duart i dridheshin aq shumë sa mezi e mbylli zinxhirin e saj. Eli, gati? Hajde, shkojmë. Shiu ishte shtuar jashtë ndërsa ata nxituan drejt makinës. Rrugët ishin pothuajse bosh. Vetëm ndonjë makinë sporadike e kalonte rrugën duke lënë një vijë dritë në errësirë. Arbeni voziste me kujdes por me shpejtësi të mjaftueshme sa të mos humbnin asnjë sekondë. Eliona mbante barkun, mezi merrte frymë, por gjithsesi në çdo pauzë midis dhimbjeve, ajo mendonte me emocion për momentin që po afrohej. Do e shoh. Më në fund, në spital, korridoret ishin të qeta dhe të ftohta. Aroma karakteristike e dezinfektimit mbante ajrin të pastër, por njëkohësisht më të rënë. Infermierët morën situatën në dorë menjëherë. Eliona ushtri në sallën e lindjes, ndërsa Arbeni ju bashkua vetëm pak minuta më vonë, i veshur me rroba sterile, me zemër që i rritë fort. Më fort se kur në jetën e tij, ora 04:27, momenti i lindjes, pas orësh të tëra dhimbjesh, frymëmarrjes së shpejtë, mbështetjes, fjalëve të mira dhe frikës së padukshme, dëgjohet qara e një fëmie. Një zë i fortë, i qartë, i gjallë. Një zë që i ngriti të gjithë në këmbë. Arbeni e ndjeu zemrën t'i hidhej lart, por edhe t'i ngrihej në fyt njëkohësisht. Një emocion primal, i pastër, i pakontrollueshëm, por në momentin kur infermierja e mori foshnjën dhe e ngriti, ajo heshti për një çast.
Mjeku e pa. Edhe ai heshti. Dhe ajo pauzë, sa e vogël aq edhe e pakuptueshme, u duk si orë të tëra për dy prindërit që prisnin të dëgjonin vetëm një fjali të thjeshtë: "Foshnja është mirë." Infermierja u kthye nga mjeku, sikur kërkonte konfirmim për atë që po shihte. Foshnja ishte e shëndetshme, por kishte lëkurë të errët. Shumë më të errët se çdo rast që kishin parë më parë te një çift shqiptar me të dy prindërit me lëkurë të bardhë. Ngjyra ishte e bukur, e thellë, e ngrohtë, e qartë, por plotësisht e papritur. Arbeni ngriti vetullat, hapës gojën, por nuk arriti të thoshte asnjë fjalë. Eliona qëndroi e heshtur, sikur koha ishte ngrirë, sikur çdo tingull ishte fshirë nga realiteti. Ajo ndjeu një therrje në kraharor, një dyshim të tmerrshëm, një pyetje që nuk mund ta thoshte me zë, as para vetes, as para askujt. Doktori e thyen heshtjen me një zë të qetë. "Arben. Eliona. Fëmia juaj është i shëndetshëm." Ditët e para në shtëpi qenë të çuditshme. Nga njëra anë, kishin lumturinë e një prindërimi të freskët, aromën e foshnjës, netët pa gjumë, momentet e vogla që vetëm një nënë dhe baba mund t'i kuptojnë. Nga ana tjetër, mbi ta varri një hije e padukshme, një ndjenjë sikur gjithë bota i shikonte. Kur Eliona mbeti vetëm për herë të parë me Noelin në dhomën e tij, ajo ul pranë krevatit të vogël dhe e vëzhgoi me sy të bull. Ai flinte qetë, i mbështjell në batanien blu. Drita e pasdites krijonte një aureol rreth fytyrës së tij të vogël, duke e bërë ngjyrën e lëkurës edhe më të thellë dhe të bukur. Si është e mundur? Mendoi ajo me vete. Si ka ndodhur kjo? Pse ne? Pse tani? Zëri i brendshëm i dyshimit fillonte ta mundoj sërish, a thua. Vërtet është gjenetik? Apo jam unë problemi? A mos? Dhe menjëherë, ajo e ndaloi veten. Ishte e padrejtë. Ajo e dinte që nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Por mendja njerëzore është armiku më i madh vetvetes. Kur Arbeni u fut në dhomë, e gjeti të ulur me duart të fytyra. "Eli, çfarë ke?" Ajo ngriti kokën me sy të skuqur. "Mua më vret mendja. Mendja ime po më çmend, Arben. Nuk dua të mendoj keq. Por çfarë nëse njerëzit kanë të drejtë? Çfarë nëse?" Arbeni u ul pranë saj, e kapi fort për duar. "Mos e thua," i tha. "Jo ti. Jo ne. Jo për djalin ton. Gjenetika është e çuditshme. Historia e gjakut është e çuditshme. Ne nuk jemi të pastër, askush nuk është. Bota ka qenë gjithmonë një përzierje." Ai u ngrit, mori telefonin dhe i tregoi një foto. "Shiko këtë," tha ai, ishte një fotografi e gjyshit të tij të stërgjyshit, e vjetër, bardhë e zi. Në foto, burri kishte tipare të forta, flokë të zinj të dredhur lehtë, lëkurë më të errët se çdo foto tjetër që ajo kishte parë nga fiset e tyre. "Këtë nuk e kam vërejtur kurrë," tha Eliona. "Askush nuk e vuri re," u përgjigj Arbeni. "Ka qenë foto në album. Dhe unë e pash vetëm tani. Duket krejt normale, por nëse mendon. Ndoshta ai ishte ura e fshehtë e gjakut. Ndoshta prej tij filloi gjithçka." Eliona e mori foton në dorë. E mbante si një provë të shenjtë, një copës të së vërtetës që kishte qenë gjithmonë aty. "Po familja jote?" pyeti ajo. "A mos? Do pyes babin," tha Arbeni. Të nesërmen, Arbeni shkoi te prindërit e tij me një qetësi të çuditshme. Ai u ul me baban në verandë, duke pirë një kafe. Ishte një ditë e ftohtë, por qielli ishte i pastër. "Babi, a mbaj mend gjyshin e stërgjyshin tënd?" E pyeti, i ati e ngriti kokën, i befasuar nga pyetja. "Po, pak. Kam parë foto." "Pse?" Arbeni e tregoi foton. "Babi, pse duket kaq ndryshe nga ne? Ngjyra, tiparet." I ati mori një frym të gjatë. "Ah, kjo histori," tha ai më në fund. "Mbase është koha që ta dish." Arbeni u shtang. "Ç'ë histori?" Babai vendosi filxhanin në tavolinë, duke shikuar larg, gjyshi i stërgjyshit ton. Nuk ishte nga këtu. Ai vinte nga një komunitet i përzier, nga një zonë në jug ku kishte shumë lëkurë të errët, ndoshta për shkak të tregtisë, ndoshta për shkak të historisë së vjetër. Njerëzit nuk flisnin për këtë. Në atë kohë ishte tabu të përmendej. Por ai u integrua, u martua këtu. Gjaku i tij mbeti në ne. Arbenit ju drodhën duart, pra. "Kemi gjak të përzier?" "Po," tha babai me qetësi.
që nga shekulli i kaluar. Por askush nuk e përmente. Ishte si sekret i heshtur i familjes. E vërteta është që askush nuk donte t'i rikthehej asaj kohe. Arbeni mbylli syt për një moment. Ishte sikur të kishte zbuluar një pjesë të vetes që nuk e njihte. Babi, pse nuk më the kurrë? I ati pshërtiu, sepse mendova se s'kishte rëndësi më. Sepse koha ndryshoi. Sepse nuk doja ta ngarkoja kokën me histori që nuk e cenonin asgjë. Por tani e kuptoj që duhej ta dija më herët. Arbeni buzëqeshi hidhur, nga ky gjak erdhi djali im. Nga ky gjak erdha unë. Dhe duhet të jesh krenar, i tha i ati, gjaku i njeriut është rrugtar. Bota nuk është bardhë dhe zi. Bota është mozaik. Kur u kthye në shtëpi, Eliona e priti te dera, e gjete diçka. E pyeti me zë të pasigurt. Arbeni buzëqeshi, i lodhur por i lehtësuar, po. Më shumë se sa imagjinoja. Ne kemi gjak të përzier. Gjenetik të lashtë. Një pjesë e historisë tonë ishte fshehur. E djali ynë. E solli në sipërfaqe. Eliona e kapi dorën e Arbenit, ndërsa lotët i rridhnin ngadalë, pra. Nuk ka asgjë të keqe te unë. Te ne? Jo, tha ai. Ka vetëm jetë. Histori. Trashëgimi. Dhe djalin ton të mrekullueshëm që ka hapur një derë të vjetër. Ajo mbajti frymën për një çast, si për ta gëlltitur gjithë dhimbjen, frikën, fajin e rrem që e kishte ndjekur këto ditë. Dhe pastaj u kthye drejt krevatit ku Noel flinte qetë, e mori në krah, i aputhi ballin dhe tha fjalinë që i ndryshoi shpirtin, ti je fëmia ynë. Dhe nuk do të turpërohem kurrë për gjakun tënd. Arbeni u afrua pas saj, i vuri dorën në shpinë dhe ndërsa Noel i lëvizte pak në gjumë, ata të dy kuptuan se e vërteta e tyre më në fund ishte gati të përballej me botën, sepse tani kishin armën më të fortë, të vërtetën e gjakut të tyre. Në ditët që pasuan, jeta e Arditit, Sarës dhe të voglit Dorian mori një ritëm të ri, të pazakon dhe të begat. Shtëpia e tyre, dikur e qetë dhe e zakonshme, tani u mbush me zhurmën e këmbëve të vogla. Me qeshje, me të qarë, me momente lodhjeje dhe me pafundësi çastesh lumturie që askush prej tyre nuk e kishte përfituar dot më parë. Pavarësisht stuhisë mediatike që i kishte rrethuar, pavarësisht thashëthemeve, dyshimeve dhe syve të kurreshtarëve që dukeshin sikur i ndiqnin kudo, brenda atyre mureve kishte një paqe të re. Një paqe që vinte nga pranimi, nga dashuria dhe nga kuptimi se jeta kishte zgjedhur t'ua jepte atyre një histori që nuk ia jepte askujt tjetër. Në mëngjeset e para të këtij kapitulli të ri, Arditi ishte zgjuar shumë herët. Ai shtrihej për disa sekonda pa lëvizur, duke dëgjuar rrahjet e zemrës së Sarës që flinte pranë tij dhe frymëmarrjen e butë të Dorianit në dhomën ngjitur. Çdo mëngjes e gjente me të njëjtën pyetje në kokë: a jam unë gati për këtë? Por çdo herë përgjigjja vinte vetë, kur ai shkonte dhe e shihte djalin e tij që zgjohej me sy të mëdhenj të zinj, të thellë si nata, dhe buzëqeshjen e atij engjëlli që kërkonte vetëm një gjë, dashuri. Ishte në ato çaste që Arditi kujtonte fjalitë e neurologut në ditën e parë, kur ata kishin shkuar në spital për lindjen, jeta ndonjëherë e shkruan vetë skenarin. Ne thjesht jetojmë brenda tij. Ndërkohë Sara, e cila në fillim kishte kaluar ditë të tëra të shqetësuar, të lodhur dhe duke pyetur veten se çfarë kishte ndodhur saktësisht me gjenet e saj dhe të Arditit, tani kishte hyrë në një fazë të re të pranimit. Ajo filloi të lexonte më shumë rreth rasteve të tilla, të huaja, të rralla, ndonjëherë të dokumentuara në revista mjekësore dhe ndonjëherë të mbledhura nga blogje të prindërve që kishin kaluar të njëjtën histori. Ajo filloi të kuptonte se gjenetika i përkiste një botë shumë më të ndërlikuar se sa mendonin shumica e njerëzve, një botë ku e shkuara mund të zgjohej papritur dhe të shfaqej në breza, duke mbajtur me vete ngjyrën, tiparet dhe misteret e të parëve. Për të mos e lënë veten të pushtohej nga shqetësimet, Sara filloi të shkruante çdo ditë në një ditar. Shkruante për djalin e saj, për frikërat, për gëzimet dhe për zbulimet që vinte duke bërë. Ndonjëherë shkruante për sytë e tij të zinj që dukeshin sikur flisnin një gjuhë të vjetër, më të vjetër se sa çdo kujtim i familjes. Ndonjëherë shkruante për buzëqeshjen e tij që shndriste si diell dhe për duart e tij të vogla që kërkonin të kapnin gjithçka që i dukej e re. Këto faqe, që më vonë u bën me dhjetëra e qindra, u kthyen në një thesare të brendshme të familjes, një dëshmi e përhershme e udhëtimit të tyre. Në anën tjetër, familjet e tyre, që në fillim kishin qenë të tronditura, u afruan gjithnjëherë më shumë.
nëna e Sarës, e cila kishte kaluar ditë të tëra duke menduar se çfarë mund të kishte ndodhur. Ndryshoi krejtësisht mënyrën se si e shikonte situatën sapo mbajti Dorianin për herë të parë në krah. Ajo e shikoi, i preku faqe, i buzëqeshi dhe i tha Sarës, ngjyrat nuk kanë rëndësi. Vetëm dashuria ka. Kjo fjali, kaq e thjeshtë dhe kaq e fuqishme, qëndroi gjatë në mendjen e Sarës. Në fakt, ajo më vonë e shkroi në një prej faqeve të ditarit të saj, sepse e kuptoi se, në thelb, ajo fjali përmbledhte gjithçka që kishte ndodhur. Nga ana tjetër, babai i Arditit, i cili në fillim ishte treguar pak më skeptik dhe më i ftohtë, gradualisht nisi të zbutet. Iu desh kohë që të pranohej ideja se ngjyra e lëkurës nuk ishte as shenjë tradhtie e as diçka e çuditshme, por thjesht një shfaqje e bukur e gjenetikës së familjes. Dhe pikërisht këtë ja shpjegoi një miku i tij i vjetër, i cili kishte kaluar vite duke punuar në Angli dhe kishte parë shumë raste të ngjashme në komunitete ku njerëzit mbiçoheshin si të bardhë, por bartnin gjenen nga brezat shumë më të hershëm. Ky mik i tha, mos e shi me sytë e sotëm, shikoje me sytë e gjyshërve të tu, të cilët nuk e dinim se çfarë gjenesh bartnin. Kjo fjali e goditi Arditin në mënyrë të rrallë. Ai e kuptoi se ndonjëherë njeriu gjykon me tepër shpejt, jo se është i keq, por sepse ka frikë nga e panjohura. Në mes të gjithë këtyre ndryshimeve, në mes të kësaj rritjeje të brendshme të secilit person të përfshirë në histori, Doriani vazhdonte të rritej në mënyrën më të bukur të mundshme. Ai filloi të bënte zhurmat e para, filloi të mbante kokën, filloi të shtynte duart për të kapur lodrat dhe filloi të qeshte me ato qeshje shpërthyese që e mbushnin shtëpinë me jetë. Çdo ditë e tij ishte një kapitull i ri, një surprizë e re, një arsye e re për të kuptuar se dashuria e vërtet nuk njeh ngjyra, nuk njeh kufi, nuk njeh paragjykime, por sfidat nuk mbaruan aty. Kur doli pranvera dhe Doriani ishte rreth 3 muajsh, Arditi dhe Sara vendosën të dilnin për herë të parë për një shëtitje më të gjatë në qytet. Ishte një ditë e ngrohtë, e bukur, me diell dhe me aromën e luleve që mbushte ajrin. Ata morën karrocën, vunë një batanie të butë mbi djalin dhe nisën të ecnin. Në fillim gëjë.